angazhimi tim fillimisht prej angazhimit si student protestues ka qenë që të protestoja për gjithë ata shokët e mi, cilët nuk patën mundësinë asnjëherë të studionin për shkak se deshën të që të emigronin që në klasë 9. Unë për vete jam rritë në periferi Tiranës, mes Paskuqanit dhe Bathores, edhe shumë shokët e mi kanë emigruar në klasë 8, klasë 9, vit. Edhe sot ata ende në rrugëve të botës, edhe unë mendoj se ne kemi për detyrë, jo vetëm për vete, jo vetëm për ne që jemi këtu, por edhe për ata që i dobuan nga Shqipëria që ta ndërtojmë një Shqipëri më të mirë. Sepse ata, si me thonë, u larguan në një moment ku ata thjesht duhet shijonin jetën, si 13 vjeçar, si 14 vjeçar, si 15 deri në 18 vjeçar. Shumë miq të mirë, shumë shok të mirë kanë kaluar me kamion në kohën që unë kisha luksin të isha në gjimnaz të Sami Frashi e të isha në universitet. Kështu që unë e kam ditë që brenda asaj mikroshoqërie në të cilan isha, kam qenë i privilegjuar. Edhe këtë privilegj që unë kam pasur, e kam ditë gjithmonë që duhet ta përdor, edhe një ditë duhet ja kthej kësaj shoqërie dhe atyre djemve dhe vajzave që u larguan padrejtisht nga ky vend.